kanë potencial, si e shikon brezin, sepse debati i madh është që këta konsiderohen, më falni që ju them këta, por konsiderohen brezi i ekranit, brezi i teknologjisë, brez deri diku edhe i dëmtuar nga kjo pjesë. Tani brezi i ekranit që shikojnë ekranin apo që dalin ekran? Që shikojnë ekranin. Tani, presidentin ne kemi gigs. Qa do me thënë gigs? Ja ta thot presidenti. Fiksuar me ekranin. Qa do me thënë gigs? Po, E cili përdor në mënyrë më të mirë, të Po, mëgjishme? e përdor dhe në fakt, si që dhe një pyetje më paraprakisht për pjesën e ndërthurjes teknologjisë me simdhënien, unë jam munduar që për kësaj periudhe... Si e kisha të domenin tënë që t'i bëjmë qik reklam, Klajdi Qela, thuaj, Klajdi Qela.com, Thjesht Klajdi Qela do dali direkt. Klajdi Qela do dali vetë. A, ke një kështu website, çfarë është? Po, ka media të vetën. Ka media. Që në vit parë, në fakt, kur u bë dhe njohja e talenteve tonave personale, dhe u kuptua që unë kam pak prirje për teknologji dhe më tha profesor Kristo që tha duam të realizojmë dhe diçka interesante. Po, patjetër thash unë, ishte ideja për këndin e filozofisë, duke ndërthurë agorën e mendimit, por me ndërthurën e teknologjisë. Këtu nga ajo kemi krijuar në shkollë një kënd filozofie të tërin, me piktura dhe me maketet të ndërtuara nga ana e nxënësve, por me ndërthurën e teknologjisë. Që nga aty neve jemi të pandashëm nga teknologjia, u mundohem shumë që teknologjinë ta kemi jo vetëm primare, por të jetë në një nivel që të na mësojë dhe jo thjesht ta përdorim për kalimin e kohës. Pra nëse përdor siç duhet, është okej, por jo të bësh scroll gjatë gjithë ditës në Instagram, pa limit, apo shortsa, video në YouTube. Dhe pa një feedback.